ashtu këtë ju apo se. Po e mbajmë mbledhjen e 4 për këtë vit. E pikërisht në këtë takim, zyra rregullatorit të energjisë miratoi rritjen e çmimit të rrymës prej 16.1%. Udhëheqësi i Departamentit të Tarifave në ZRI, Muharrem Gashi, bëri të ditur se tarifat e reja do të vlen për faturat nga 1 maji. E los bordin me shqyrtu dhe miratu tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me drejt furnizimin e shërbimeve universal, që të mbullohen nga data 1 maj 2025 me rritje lineare prej 16.1% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Këtë propozim e miratuan që të gjithë anëtarët e bordit të ZRI-s. Me 5 vota për, aprovuan tarifat me pakicë për konsumatorët me shërbim universal, siç janë përfaqësuar kriteret në legislacionin primar, gjithë konsumatorët që kanë të drejtë më furnizuar me tarifa me shërbim universal janë konsumatorët shtëpiak ose familjar dhe bizneset e vogla. E me 5 vota për dhe asnjë kundër u miratua dhe një pikë tjetër e rendit të ditës. Të hyrat e lejuara maksimale për operatorin e sistemit të shpërndarjes janë aprovuar në vlerë për 180.653.000 euro, të cilat duhet të mbullohen përmes tarifave të shpërndarjes të ndara sipas niveleve të tensionit. Në mbledhjen e mbajtur këtë të mërkur, bordi i ZRI-s miratoi edhe pikat e tjera të rendit të ditës, siç është ajo e shqyrtimit të ankesave të konsumatorëve. E pikërisht kur radha i erdhi këtyre u kërkua që mbledhja të mbajë mbyllur për shkak të mbrojtjes së privatësisë së konsumatorëve. Miratimin e ZRI-s për shenjtimin e rrymës e ka komentuar edhe ministri i financave në detyrë Kuran Murati, i cili ka thënë se çmimi nuk është rritur si rezultat i ndonjë vendimi të qeverisë. Pyetja e parë është